6 dhjetor, ngrimuni, luftoni për vendin tuaj. Moto e Bill O'Reilly, madh, por dhe fokusit të vogël. A do të ketë Departamenti Amerikan i Shtetit një qëndrim ndaj Shqipërisë? A hym ne në interesat e sigurisë kombëtare amerikane? I ka ndaluar kjo pra mungesa e interesit për sigurinë kombëtare, që edhe mbas asaj që në Kongres u tha që zgjedhjet janë të vjedhura, Departamenti ende as i mbështet as i kundërshton? Do të zhvillohen bisedimet për partneritet strategjik me Shqipërinë? Unë do të gëzohesha shumë, sepse bisedime paraprake ka pasur me ministrin e jashtëm të Serbisë dhe shpesulluar me Kosovën. Kjo goditet fuqimisht nga Kongresi dhe nga Senati. Rama ka shpenzuar mbase miliona dollar të ndaloj sulmet e medias amerikane. Mund këtë patur të sukses të Fox News Digital, faqe portale që kritikohet shumë nga Trump, por jo të Washington Examiner. Nga narkotrafikant e kanë cilësuar si shtet mafios Rama. Washington Examiner nuk është medje e madhe si Washington Post, por dy janë mediat e djatha në Washington. Washington Times, gazetë e përditshme, me cilët kanë pasur kontakte të vazhdueshme, dhe Washington Examiner, revistë mujore, por me portal shumë të fortë. Ata që shkruajnë tek Washington Examiner njihen si ideolog konservator djath, 90% në mbështetje të zotit Trump, por 10% në editorialet e tyre kanë qenë kundër tij. A largohet një gjysmë diktator dhe autokrat nga Washington Examiner? Diçka është e sigurt. Këto shkrime shkonte shefja kabinetit Wiles në Departament të Shtetit, në Senat dhe në Kongres. Natyrisht që Amerika ka problemet e saj. Ju i keni vënë re sulmet që bëhen ndaj atyre barkave me trafikant nga Venezuela. Reagimi i smajtës ndaj tregtarëve të drogës është vërtet e habitshme të dëgjosh politikanët e majt liberal amerikan, si dhe ekspert anti-Trump, të vajtojnë fatin e kontrabandistëve të drogës. Janë njerëzit që transportojnë dhe shesin narkotik të fuqishëm, që vrasin me miliona njerëz në të gjithë botën, deri në Europë dhe në Shqipëri. Megjithatë, sa po fuqia amerikane lëshohet mbi ta, fillon vajtimi dhe kërcënimi dhëmbëve. I majti radikal karajozi Jimmy Kimmel u ankua 2 net më parë se peshkatarët zakonshëm po sulmohen nga fuqia ajrore amerikane. Jimmy ngriti mundësinë që administrata e Trump të ndërpres ndjekjen e levrekut që vjen nga Kili. Një problem. Shumë nga anijet që po shpërthejnë vlejnë rreth $400,000 secila dhe kanë shpejtësi rreth 150 km/h. Dhe Jimmy shqetësohet për peshkun levrek, ndërkohë një tjetër lëtyre majt, Rachel Maddow, gjithmonë e mpret, shprehu mendimin se disa nga anijet nuk ishin drejtuar për nga Amerika. Të drejtuara, ndoshta ato u drejtuan për të vëzhguar balenat. Pyetja kryesore është si ndalon tregtarët e drogës që fitojnë miliarda dollar. Jimmy, Rachel, a i bindni dot ata që të heqin dorë? Afroni ju mundësi të tjera punësimi, ndoshta të fusnin punë të CIA? Sigurisht kundërshtarët nuk kanë përgjigje se si do të përballen me trafikantët e tmerrshëm të drogës. Ata thjesht nuk pëlqejnë atë që po bën zoti Trump. Zgjidhja problemeve nuk ka simpati këtu për marinarët e kokainës. Ata nuk interesojnë se kë vrasin. Pra miq, a u duket analogjia e re këpuc këmb? Kjo po ndodh. Sulmet e zotit Trump ndaj Maduros tregojnë qartë që presidenti amerikan e ka në përparësi luftën ndaj narkoshteteve. Janë cilësuar të paktën 19
narkoshtete. Trump ka doktrinën e tij Monroe, paralele me doktrinën Monroe, që askush të mos ndërhyjë në hemisferën perëndimore. Unë dëshiroj dhe shpresoj që të njëjtin gjë zoti Trump të bëjë dhe për Ballkanin perëndimor. Në strategjinë kombëtare të sigurisë kombëtare, zoti Trump ka përsëritur mbylljen e konfliktit Serbi-Kosovë. Ne nuk dim ndonjë gjë që ka pasur konflikt tillë dhe Trump e ka pezulluar. Por Trump nuk është i çmendur që e thot. Pra ka gjëra që inteligjenca amerikane, Këshilli i Sigurisë Kombëtare, pra Amerika ka ndërhyrë për të shpëtuar Kosovën. Dhe ai e përmend. Në qoftë se do të konsideronte trafikantët, krerët e shteteve që përfitojnë nga trafiqet edhe në Ballkanin perëndimor, do të ishte lajm i mirë për çështjen shqiptare, sepse do të ndihmonte opozitarizmin shqiptar për të treguar Maduro ose Ramashenkon, i cili sipas medias djathtë amerikane del shumë i lidhur. Ai kërkon të bëjë një blof. Unë e di që në 18 nëntor ai kishte menduar një vizitë private, sepse që e prenotuar hoteli dhe nuk erdhi. Vjen çdo vit, mbledh fitimet vjetore. Por këtu vëzhgohet. Natyrisht që Shqipëria ka rëndësi në Ballkanin perëndimor. Nuk është Serbia, por është Shqipëria që merr vëmendjen më të madhe nga ata që kontrollojnë strategjinë e sigurisë kombëtare. Mbase jo vetë Trump dhe familja e tij. Familja e Trump ka investime në Serbi. Është goditur në Kongres. Ka dhe senatorë që nuk e duan. Dhe kjo e dobëson jo vetëm Trumpin si figurë, por dhe çështjen tonë. Kur shikon figura mediokre si Kushner, i blerë nga Rama, Grinell, ndihesh pak i ligështuar ose kur dëgjon rikujton deklaratat idioteske të djalit Donit Maf në mbështetje të Serbisë. Por nga hiri në Kongres u pa qartë që specialistët e ftuar dhe ai që përfaqësonte 2025 projektin e madh të Heritage Foundation ishin pro Kosovës. Ishin të ashpër pse departamenti ka bisedime paraprake për partneritet strategjik me Serbinë dhe ka pezulluar me Kosovën. Shkuan që Kosova duhet hyrë në NATO, tek ideja që Bolton e ka sjellë tek unë. U orvat shumë Grinell që të ndërhynte tek nafta e Maduros për të bërë një paqe me presidentin Trump. Por menjëherë Rubio, i cili është i ashpër ndaj Grinellit, haptastaj nuk ka asnjë përgjegjësi, nuk ka asnjë forcë në këtë problem. Dhe duket që Trump është shumë i ashpër me Maduro. I ka thënë hik. Është afruar thuajse 1/3 e ushtrisë amerikane, anijet, marina, dhe ai ka drejt godas sepse i ka cilësuar si organizat terroriste. Unë e di që ka shumë njerëz që thonë, do të godas Ramën. Slodan, ulën. Rama është kryeministri i një vendi të NATO-s. Largohet me mënyrë demokratike. Sepse ka arritur një pikë që nuk mban më. Ato unë shpresoj që të hënën të ketë më shumë njerëz në shesh të kujtojnë 8 dhjetorin e madh të 90-s, por dhe të kthejmë pak kokën nga një vend si Bullgaria, që në mënyrë të pamerituar ka hyrë përpara nesh NATO dhe NBE. Tek raporti strategjisë kombëtare, që natyrisht është përpiluar nga njerëz të zgjuar projektit 2025, jo nga Trump i vet, është interesante parimet që ka, mbi të gjitha janë interesat financiare, pra transaksionet dhe siguria kombëtare. A është Trump më i ashpër se ç'duhet ndaj Europës? Dhe a shpëton Europa me këtë raport strategjik të ri të sigurisë kombëtare? Ai thotë që ne duam që Europa të prosperojë. Dhe duke thënë që GDP-ja e Europës në kontinent në vitin 1990
90 është vetëm 14% e GDP-së, por 100 vjet më parë ka qenë 25%. Ka një rrënje ekonomike, dhe kjo, thuhet në raportin e strategjisë kombëtare, krijon problem për të ardhmen e një civilizimi që po fshihet. Ka shumë probleme të mëdha për Evropën, Bashkimin Evropian, ku sipas dokumentit të strategjisë kombëtare është nënvlerësuar liria politike, sovraniteti, ka politika migracioni idioteske dhe po e transformojnë kontinentin me një censur të fjalës lirë, shtypjen e forcave opozitare politike dhe po bën humbjen e identitetit kombëtar dhe të vetbesimit. Në qoftë se kjo do të vazhdoj, gjua tu është e Trump e njerëzve të afërt, ky kontinent për 20 vjet nuk do të njihet më. Nuk do të jetë më vend perëndimor evropian. Shumë nga këto vende europiane e kanë lëshuar veten në një rrënje të lirë. Dhe dokumenti strategjisë thotë që ne duam që Europa të mbesi europiane, të mbajë dhe të rifitojë civilizimin e vetbesimit dhe të braktisë fokusin e munguar në këtë marrje fryme shumë të madhe nga politikat. Mungesa e vetbesimit është shumë evidente në marrëdhëniet e Europës me Rusinë. Evropa, aleatët evropian kanë një avantazh të madh pushteti ndaj Rusisë si fuqi me përjashtim të armëve bërthamore. Duket që rrufta Rusi-Ukrainë dhe lidhjet europiane me Rusinë janë problematike. Europianët e konsiderojnë Rusinë si një kërcënim ekzistencialist. Për të menaxhuar lidhjet europiane me Rusinë, do të kërkonte një lidhje të madhe diplomatike amerikane. Për të rivendosur edhe një herë raportin strategjik midis kësaj toke të madhe Euroazisë dhe të ketë një lloj paqe për të ulur rrezikun midis Rusisë dhe Europës. Është zemra e interesit amerikan që të negociojë pikërisht dhe të vendosë një paqe në Ukrainë për të stabilizuar ekonomitë europiane, për të parandaluar zgjerimin dhe përshkallëzimin e luftës dhe të stabilizojë një marrëveshje strategjike me Rusinë, si dhe të mendojë se çdo të ndodh me rindërtimin e Ukrainës që të mbijetojë si një shtet i fortë. Kanë pasur shumë ndikim kjo luftë te ekonomitë europiane. Mbi të gjitha shkruhet tek Gjermania. Në kompanitë kimike gjermane po ndërtojnë disa fabrika shumë të mëdha në Kinë, duke përdorur që nuk mund të bëjmë ndërtime më me Rusinë. Administrata e Trumpit e shikon këtë si rrezik. E di që shumica e vendeve evropiane duan paqe dhe nuk do donin që të shkatronin ekonomitë e tyre në këtë luftë të imagjinuar me Rusinë. Është në rëndësi e madhe strategjike për Amerikën që Europa të reformoj veten dhe të dalë nga kriza politike ku është grackuar. Evropa mbetet strategjikisht dhe nga ana kulturale jetësore për Amerikën dhe tregtinë transatlantike, që mbetet një nga shtyllat e ekonomisë globale, por dhe e prosperitetit amerikan. Sektorët europian nga fabrikat e teknologjisë mbesin nga më të fuqishmet në botë. Europa mbetet si një nga shtyllat e kërkimit shkencor, por dhe në institucionet kulturale që drejtojnë botën. Ne nuk kemi këtë luks që të lejojmë që kjo forcë e kulturës europiane të zhduket. Diplomacia amerikane duhet vazhdoj
me zgjuarësi që kombet europiane të kenë individualitetin si kombe, të mbështeten të karakterin dhe të historia tyre. Amerika do të inkurajoj politika të aleatët europian që kërkojnë ringjalljen e këtij shpirti, ngritjen e ndikimit patriotik europian për të rritur optimizmin. Qëllimi i ynë është që të ndihmojmë Europën që të korrektojë trajektoren aktuale. Ne duam që një Europë e fuqishëm të na ndihmojë ne për konkurrencë, për të vazhduar që të kemi një konkurrues të fortë, por jo dominuese Europën. Stabiliteti amerikan është lidhur në mënyrë sentimentale me Europën, natyrisht me Britaninë dhe Irlandën. Karakteri këtyre vendeve ka një rëndësi të madhe strategjike, sepse vlerësojnë kreativitetin, aftësitë e mëdha demokratike, stabilitetin, sigurinë. Ne, amerikanët, duam që të kemi aleanca me ato vende që kërkojnë të ringrejnë ish madhështinë e tyre. Në planin e afatgjat, NATO ka qenë në shtylla kryesore lidhje me Europën. Ne vazhdojmë ta mbështesim këtë organizat. Por përparësitë amerikane, tek raporti dokumenti strategjisë kombëtare, është që ne duam të rithemelojmë një stabilitet midis Europës dhe strategjisë me Rusinë. Ne duam të ngrejmë një Europë që të rrinë në kombët e veta, të veprojë si një grup shtetësh sovrane, të marrë përgjegjësinë përparësore për mbrojtjen dhe të mos jetë dominuar nga fuqitë kundërshtare. Duam të kultivojmë një rezistencë te trajektoria aktuale brenda kombeve evropiane. Duam që të hapet tregu evropian për të mirat prodhimet amerikane, shërbimet, dhe të trajtojnë me ndershmëri punëtorin amerikan dhe bizneset amerikan. Duke ndërtuar një Europë të shëndetshme, qendrore, lindore dhe jugore, ku hymë dhe ne, përmes lidhjeve tregtare, shitjeve të armës, bashkëpunimin politik dhe shkëmbimeve arsimore. Duhet japim fund realitetit që NATO është vetëm Amerika. Duam të inkurajojmë Europën të ndërmarrë veprime për të ndaluar merkantilizmin, përvjedhjet teknologjike, spionazhin, cyberspionazh dhe mizoritë ekonomike, sidomos në vendin tonë. Nuk përmendet Ballkani, por tek Europa jugore dhe juglindore jemi edhe ne. Duket pra që dokumenti i sigurisë kombëtare ndryshon në administratën Trump. Pa diskutim, janë të gjitha teoritë, tezat e projektit 2025. Një grup demokratësh kanë qenë në Washington në një veprimtari të djathtës amerikane. Nuk e di se sa kanë kushtuar udhëtimet e tyre, kush i paguan të jetë hapur. Ndërkohë që Rama ka drejt të marrë pjesë tek gjithë veprimtaritë internacionale socialiste, grupim ku ai ndershmërisht qëndron. Por Rama udhëtimet i ka në Katar, Arabi Saudite, Turqi, dhe gjasat janë që aksionet e fshehura të oligarkët të mëdhenj kërkojnë treg të shiten. Apo përgatit ai largimin, është gati për pazar dhe vazhdon ndron tek Kushner mund të blej heshtjen e donit madh, ndaj atij që shumë e cilësojnë, siç tek Fox News Digital, Maduro i Ballkanit, dhe ndërkohë që Kongresi pranon specialistët e NGO-s që thonë zgjedhjet ishin të vjedhura në Shqipëri. Nga lidhjet që kam me departamentin, komunikimet e përhershme, deklaratat, kur janë off record, nuk mund t'i ndaj me shikuesit e mi, por paka shumë ideja është që kjo administrat
në politikën e jashtme do të flas hapur vetëm kur ndikojnë interesat kombëtare të Amerikës. Ndaj është kjo lloj heshtje. Por mungesa e takimit përfaqësueses Trump me vazhduesin e partisë që njihet si partia më anti-amerikane në Ballkan, flet qartë. Gjithë të donin që me këtë vend të madh, si ne dhe Kosova, të kemi partneritet strategjik në 100 vjeçar, 200 vjeçar. Kjo administratë, siç u thanë Kongres, ka gabuar kur ka filluar paraprakisht bisedime strategjike me Serbinë, ka pezulluar me Kosovën dhe asgjë me Shqipërinë. Në takimin ministerial të NATO-s, hera parë Amerika nuk përfaqësohet me sekretarin e shtetit, por ka shkuar Landau, numri 2. I kujtojmë globalit që numri 2 ka fuqi kudo. Ndaj numri 2 i ministres Mataharit dërguar nga Greqia mund të firmos ato që ai quhen skandale, por prishet qeveria. Me mafiozin Beketi duket që gjyqi është humbur në Francë, te Kapeli, më duket ka dhe kasacion. Kur sjellët përpara një gjyq ndaj presidentit Chirac, pak a shumë për dëmtime financiare, u kthyen të gjitha milionët e dollarëve që kishin marrë nga grupet paligjshme, por Chiracu u ndëshkua personalisht vetjak me gjysmë milion euro. Rama duhet paguaj se janë gabimet e tij. Janë miliona euro të tjera të paguara për njerëzit e sharkuar nga administrata dhe me të gjitha zhvjedhja masive e buxhetit tejet fryrë, por duket që SPAK është në rrugë drejt, follow the money. Së fundmi ka dalë skandali i Bitcoin, ku dhe McGonigal është në rrjetim, mbas dosjes McGonigal, fotos me Obama, akuzat e Sinaloës, edhe Bitcoini, madje është kërkuar nga Washington Examiner që përfaqëson zërin e djathtë konservator që të ekstradohen personat e Sinaloës që kanë lidhje dhe pastrim parash me një etninitet në Europë. Janë kazinot. Rama me fakte ka lidhje me ta. Kudo në Shqipëri.